krejt ato që i ka shoh në pjesën e opozitës. Po nalim të fakt, masa ne folim të polemika të deklaratat politike. Shiqo Fidan, unë e kam që tu, dikon vend të na, jënë dikon 3.000 kontrata një burimore të cilat jënë nënshkru në Kosovë, në qeverinë Albin Kurti. A do të thotë që gjitha korruptive si ju dhe ju keni pas kontrata një burimore. Shumë pak, për shembull Prishtinë nuk ka pas. E pas ngërku këtë idenë, kush çdo kërko të negociuar është korruptive. Okej. A besoni si çdo kontratë e negociuar është korruptive? Po besoj që çdo kontratë e negociuar është korruptive. Ne duhet jemi kështu të hapur, por tendenca nëse bëhen 3.000 kontrata, një burimore, dhe fillon ajo mu bë normë, është qeveria e cila ka kontrata një burimore mas shumti në vend. E kjo realisht nuk i shkon për shtati Kosovës. Pra, flasim për kontrata një burimore, unë i kam marrë dikon 16 kontrata një burimore, të cilat jënë bo pikrish për kësaj qeveri taze. Taze? Kur janë taze? Taze janë të mirëmbajtjes. Bojna shkele lizore mi sit, jo. Shqiqani, këto janë publike, realisht edhe nuk ka diçka. Do më thënë, flasim këtu për 16 kontrata një burimore, edhe ideja e kësaj një burimores është që përdu me spjegu që një burimore është me thirë dikon. Për shembull thirri ty, kini një kompani, ulmi 2 veta e negociojmë kontratën edhe ecë kjo. Ti më zgjedh mua? Unë të zgjedhë ty. A më zgjedhë kështu për një mengu? Po, unë po them, kjo është qëllimi i kontratave një burimore, edhe këtu i kemi 16 kontrata. Pra, vlera këtune kontratave kap 10.675.000 euro kontrat për 6 muaj, pra këtë pjesën dimrore, të mirëmbajtjes dimrore, është 10.675.801 euro. Edhe njerë, profesor Krenar, se dy të po folim shpejt. Po. Kontrata e fundit, një burimore, është me mirëmbajtjen e rrugëve për dimën, që është bo 10.675.801 euro. Është për 6 muaj ditë, Fidan. Kur u bo kjo? Qëtash, taze, sa po flasim na. Do më thënë, ideja është që e kanë nxerrë qeverinë e Kosovës pa pregadit për këtë pjesën e dimnet, edhe u dash me bo kontrat një burimore që nuk besoj. Në Ministrinë e Infrastrukturës në ajherë është bo kontratat e tilla jënë bo një burimore. Ka fitu një kompani? Jo, kanë fitu 16 kompani. Në vlerë 16.675.801 euro. Tash, nëse i kthehemi, në këtë negocim, prej këtyre 16 kompanive, ka negocim që është bo, i kanë thirë 2 kompani që kanë që ofertë, ka edhe negocim që është bo vetëm me një kompani. Nëse e marim regionin e Prishtinës ne, pra mirëmbajtja dimrore, rrugëve nacionale dhe rajonale për Prishtinën ne, është muj me përmene emrat, sepse këto janë publike, në funditës ne nuk kemi asgjë me kompanit private, ne kemi, për mua është absurd procesi, nuk po flasim për kompani, pra e fiton Tali, SHPK me 701.000 euro, edhe nuk e fiton operatori DOBES, sepse kjo e fiton më vonë, 705.000 euro. Pra dallimi ku arritën ata ka njerë për 3-4.000 euro, në përzyret e tëne me qitë mirëmbajtjen, si me thonë, është kjo, është ajo. Edhe normalisht që ka fitu Majliri, 4.000 euro ma pak se këtë tjetri, po krejt këto janë kontratat cilat i ka që operatorit ekonomik në zyre, le ka bo paramasën, edhe Fidan normalisht që kjeta jep një hijet keqe. Në Prishtinën 2, pra mirëmbajtjen dimrore, e ka fitu kompania, një kompani tjetër është 556.000 euro, një tjetër e ka fitu Bageri SHPK për shembull, në Prishtinën 3, 559.000 euro, një tjetër Arbotek, krejt negociume një ka një, Arboteku 599.000 euro, edhe Fidan, këtu ren, muj me thonë 658.000 euro, flasim këtu për 680.000 euro, pra kejt këtu janë kontrata një burimore, cilat janë lidhë në Ministrinë e Infrastrukturës, një burimore, një ka një. Qa është me e keqja, Fidan? 16 milion për 10 milion për 10 milion 16 kontratat. 10 milion 16 kontrata. 10 milion. Kontrata që autostrada. Sa bjen dita? Që Fidan në rehuboni një kalkulim. Po, sa bjen dita, buri dhe Se Fukares mi folë për miliona, kalzëm, adin. Një dit,
shtetit tonë, prej taksave të qytetarëve, i kushton 60.000 euro kontrata një burimore. Me kontratat burimore, që më bo me 16 kontratat, për dimën, për sta 6 muj ditë, 60.000 euro është dita. 60.000 euro dita. Për pjesë taje, 10.675.000, për pjesë taje për 180 ditë, sepse aq i ka, del që 60.000 euro është dita. Nëse shkojmë hala ma pak, minuti është 41 euro. Minuti i mirëmbajtjes. Një minut e 41 euro është minuti i kontratave të mirëmbajtjes. Apo 0.70 cent është sekundi. Edhe njerë për me sëru, tek vis ka dole krenarë. 1.4 euro u bo sajna të folë na. Edhe njerë. Po flasin 2.1 euro. Vis ka dole krenarë. Shë na po folin për masën, me na kuptu, jo për matematicjenta. Edhe njerë, spjego ama, sa pi bjen dita? 4 kontrata të autostradës, prej kontrata një burimorjen, lidh 2.880.043 euro. Shqyqa, 12 kontrata të rrugëve regionale dhe rajonale, janë lidh 7.795.758. Përsis më të pytja të sarujme dhe njerë. So është dita, so përshken minuti, so është dita me kontrata, 16 kontrata një burimore për me mbajt, Elvirë si pjesë ngo. So është dita, për 16 kontratat një burimore për me mbajtin e rrugëve për dimën, për 16 ditë që në nëshru prej Zotit Durmishej. Prej Ministrisë të Infrastrukturës. Dita i kushton 60.000 euro qytetarëve të Kosovës, prej taksave të mija edhe tuat, i kushton dita 60.000 euro prej kontratave një burimore. Minuti? Minuti kushton 41 euro. Minuti. Na jena henëm në minut, sa kena full, shumë zëje, minuti, edhe unë po flasë për këtë kontratat, edhe 0.7 cent kushton sekundi. Që kjo është kontrata një burimore, cilën e ka nënshkru qeveria Albin Kurtit, edhe kur flasëm... Absolutikisht, nga Zoti Kurti, si me thonë, tash na peshojmë që në gjdo kontrat, realisht ne kemi atë hierarkin dhe jonën Albinin, realisht, ja, absolutisht, ne kemi po edhe prej lëvizjeve tjera, cilat kanë ndodhë edhe të energjia, edhe të këto tjerat janë lëvizjet cilat nuk i bojnë nder vendit, nuk i bojnë nder, adim pse nuk i bojnë Fidan nder. Sepse ndryshë është kur një kontrat, Fidan, thirën 4-5 operator, konkurojnë në çmimin e tregut, a jetë në kuptu, shtyhën për çmimin, edhe realisht vimna në një situatë të një çmimi. Ndryshë është me thirë ty, me më thonë te, one, Fidan, apo dënë 100.000 euro me fitu, apo dënë 200.000 euro për 6 muj, apo që kjo është kontrata një burimore. Themi te kontrata tjetër. Kontrata tjetër, nuk është kjo, kontrata është proces. është mendësia që e ka karakterizu qeverin Kurti për këto e 3 vjetë. Shqyqa, Fidan. Ne kemi gurthys në Kosovë, që është një temë jashtëzakonisht e ndihshme për vendin. Ndashta biznesi ma i linçum edhe serjen për menë, është asësut e korupcionit e MTF. Fidan, më falë, ne si vend du të me pa vendin zhvillum. Nuk guxoj me pas, si me thonë, inate për procese. Ne muj me pas, si me thonë, dyshime për një proces, shkën e hetën për atë arsye është prokuroria, qysh është situata, qysh e ka marrë pjesën e kontratës, edhe në regull jena. Po nuk guxoj me pas mendësi, sepse vendi jo nuk zhvillohet me mendësi tilla. Shkojmë të gurthyst. Për 3 vjetë, për me bo një gurthys, orientimisht kushton 1.5 dhe 3 milion euro. Do më dhe 1.5 dhe 3 milion, du të me ishti ata që dojnë me bo një gurthys, i kanë minimum 20 punëtor, Fidan, edhe du të me fillu procesin, e merë licencën te, edhe pa prit në qatin